elektoral, cila duhet tjetë përgjigja PDK-s? Distancimi nga e kaluara, apo rikthimi tek i fuqizimit naracionit për të kaluarën? Po nisi nga kjo e fundit, PDK-ja kur sa të ekzistoj, nuk do të distancohet nga e kaluara e saj. E kaluara e PDK-s është ushtria qëllimtare e Kosovës. Dhe pas saj është faza më e mirë, më e ndritshme e këtij vendi, kur ka qenë në qeverisje Partia Demokratike e Kosovës, me shpalljen e pavarësisë dhe me zhvillimin e vendit, të infrastrukturës rrugore, të ndërtimit të shkollave, të ndërtimit të qerdheve, të ndërtimit të spitaleve, domethënë gjithçka kemi filluar prej zerës me një buxhet dyfish më të vogël se sa këta dhe janë realizuar gjitha ato projekte. Partia Demokratike krenohet me të kaluarën e saj. Ne nuk mund të godasim gjithat punë, gjithat angazhim në shërbim të vendit me ndonjë rast individual dhe për ta plasu një propagandë të tillë që gjithçka ka qenë e ndritur gjatë